Shtëpia e Big Brother VIP Albania po zjen dhe një treshe po ndes gjithnjë e më shumë dyshime. Miri, Selina, bashkëshortja e tij. Teksa afrimiteti mes Mirit dhe Selinës po komentohet masivisht në rrjet, një reagim nga jashtë shtëpisë ka hedhur benzinë mbi zjarr. Gruaja e Mirit ka thyer heshtjen dhe ka zgjedhur të flasë publikisht, duke dërguar një mesazh që shumë kush e lexoi si përgjigje të drejtpërdrejtë ndaj asaj që po ndodh brenda VIP. Xhelozia nuk ka vend në martesën tonë. Shkruan ajo, duke e cilësuar Mirin si më të fortin e Big Brotherit dhe duke deklaruar hapur se është e dashuruar me të. Një deklaratë që për disa ishte mbështetje, për të tjerë sfidë dhe hapur ndaj zërave për Selinën. Por ndërkohë, brenda shtëpisë, Miri nuk ka arritur t'i fshehë emocionet. I kufizuar nga rregullat e lojës, ai zgjodhi një mënyrë të tërthort për të shprehur ndjenjat, duke u drejtuar Kristit me fjalë që u bën menjëherë virale. O Kristi, unë po vdes të përqafoj vdiqa. Publiku e pa këtë moment si një mesazh të koduar për Selinën, ndërsa gjesti i saj i mëvonshëm u interpretua gjerësisht si një përgjigje emocionale që vetëm shtoi dyshimet për një lidhje që po lind në heshtje. A është kjo thjesht lojë? Apo një ndjenjë që po del jashtë kontrollit? Ndërsa kamera kap çdo detaj dhe rrjetet shpërthejnë në komente, një gjë është e sigurt, VIP ka hyrë në një fazë ku ndjenjat, deklaratat dhe heshtjet po peshohen më shumë se strategjia. Publiku mbetet në pritje, sepse kjo histori duket se nuk ka thënë ende fjalën e fundit.